Në 15 janar nis viti elektoral I Partisë Socialiste, I cili përfundon në datën kur do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Partia Socialiste me takimin e zgjeruar të zhvilluar sot në Selin Roz, ndezi motorët e një pune shumë planshe për të maksimalizuar objektivat e vënë. Mbledhja me kryetarit e Partisë Socialiste në rrethe ishte kryesisht raportuese, por në të u vendosën edhe piketa për shumë drejtime, si jetësimi reformës statutore, fuqizimi I rolit të antarit dhe të forumeve të partisë, rritja e numrit të antarësisë me 30% është një tjetër prej objektivave të vendosur nga Kongresi I 5 nëntorit. Sekretari organizativ Klosi thot pas mbledhjes se është besim plot për realizimin e këtij objektivi. Jam kot kemi zgjedhur datën 15 janar. Lançon për gjithë strukturën e saj, duke kërkuar që në vitin e ardhshëm elektoral, I viti I cili do të fillojë nga data 15 dhe do të mbarojë ditën e zgjedhjeve, do të kemi mundësinë që të parashtrojmë, të punojmë, të përpiqemi, të diskutojmë, debatojmë, jo vetëm me mbështetësit e Partisë Socialiste, jo vetëm ata të cilët na japin votën, jo vetëm ata të cilët realisht forca jonë politike gjejnë forcën që duhet ndryshojë vendin, por me gjithë shqiptarët dhe me ata cilët nuk e votojnë Partisë Socialiste. Rritja me 30% do të thotë një shtesë për 30.000 antarë shtrinjtë të kësaj partie, vetëm brenda vitit 2012. Ne jemi shumë besimplot që do të realizojmë këtë objektiv, pasi kemi menduar që të bëjmë një punë të madhe, jo vetëm me antarësinë e Partisë Socialiste. Klosi tregon për PSTV edhe një risi sa I takon organizimit të antarësisë së Partisë Socialiste. Dhe duke e menduar dhe si vit të 100 vjetorit pavarësisë, ne do shpërndajmë një tesër të antarit aktiv të Partisë Socialiste në 100 vjetorin e shtetit shqiptar, I cili do të jetë për elementët që do të jenë aktiv në jetën e partisë. Natyrisht ata që janë antar partie dhe nuk janë aktiv në jetën e partisë, janë antar të Partisë Socialiste, janë pjesë e diskutimit, të mbështetjes së bashkëbisedimit me ne, por do të ketë një grup I cili do të jetë grupi më aktiv. Dhe për këtë grup të ri, në mbledhjen e ardhshme të asamblesë do t'i paraqitet një model I ri dhe një mënyrë e re se si do të shpërndahet. Një çështje tjetër që është diskutuar në këtë mbledhje është dhe referendumi I aleancës kundër importit të plerave, që siç sqaron Klosi, edhe pse u vështirësua në mënyrë të ulët nga veglat e qeverisë në KQZ, do të ketë mbështetje të plotë nga Partia Socialiste. Nuk është një politike e fshehtë e kësaj partie. E kemi thënë publikisht në parlament, në qenë të parët që kemi hedhur idenë e referendumit mbarkombëtar kundër importit plera, I cili mbështetet fuqimisht dhe pa asnjë hezitim nga kjo forcë politike. Sido që kjo histori të shkojë, me rimarrjen e pushtetit nga forca jonë politike, ligji I parë I cili do të shfuqizohet, është ligji që ka të bëjë me importimin e plerave në vendin tonë. Programi I Partisë Socialiste ka ngjallur interes në rrethe të ndryshme të vendit. Disa nga kryetarët e Partisë Socialiste në rrethe pohojnë se cilat janë pikat e këtij programi, të cilat kanë ngjallur besim në komunitetet ku ata jetojnë. I gjithë fokusi debatit rreth programit zhvillohet në lidhje me programin ekonomik dhe social, pra ka debate ato pikat programit që prekin ekonominë, prekin sistemin e taksave, sidomos sistemin shëndetësor, por edhe sistemin arsimor. Pra, ndjeshmëri rreth programit ka për ato pika, për ato halle dhe problemet që janë shqetësimet e përditshme shqiptare. Dhe ajo që njerëzit I ka kënaqur vërtet shumë është problemi I taksës së shesht, ulja e saj, e cila është pritur mjaft mirë nga qytetarët. Po kështu edhe problematikat e tjera që kanë të bëjnë me punësimin, me strehimin, me problemet e sipërmarrjes, natyrisht kanë qenë në fokusin tonë. Ky program ka prekur zemrat e të papunëve, ka prekur zemrat e njerëzve në nevojë, ka prekur zemrat e arsimtarëve, të mjekëve, të veteranëve, të buqëve, të begtorëve, të rinjve, të rejave, pra çdo familje ka hyrë.